Shpesh herë hami natë me veten tonë. Si ka mundësi që nuk kemi fituar një luftë, si ka mundësi që nuk kemi pushtuar asnjë. Neve në fakt në historinë tonë kemi raste që kemi pushtuar vende, kemi luftuar, por gjithmonë në një flamur të huaj. Kemi qenë një popull i cili nuk e ka njohur ekspansionizmin nën flamurin e shtetit të vet. E megjithatë, në histori kemi një rast ku kemi luftuar dhe kemi fituar kundër një ushtrie të rregullt. Madje kundër një populli trim, sepse sido që të jetë, malazezët ishin një popull trim. Bëhet fjalë për një luftë e cila ishte për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Ishte lufta e cila e kishte burimin te Kongresi i Berlinit i vitit 1878 dhe pastaj çka solli reagim, ngritjen e lidhjes së Prizrenit dhe luftës për mbrojtjen e trojeve shqiptare, të cilat ju kishin kaluar fuqive të tjera që ishin në kufi me Shqipërinë. Shqiptarët ishin tradhtuar nga të gjithë, e megjithatë luftuan, dhe kjo nuk është pak. Dua të flas këtu për mbrojtjen e trojeve shqiptare në veri dhe kam të ftuar njeriu më adapt për këtë punë, historianin ushtarak Përparin Rexheva. Mirëmbrëma, miqëserdhe. Faleminderit. Atëherë, kishe qef që ta bëje këtë emision në bisedat që kemi bërë, më the që është betejë e vetme ku ne kemi luftuar dhe fituar. Kemi fituar kundër ushtrisë së një shteti të pavarur, siç ishte Malizi. Malizi me vendimin e Kongresit të Berlinit u njoh si shteti i pavarur. Dhe njëkohësisht i dhanë dhe qytete shqiptare, për shumë i dhanë Nikëshiqen, i dhanë Podgoricën, Shpuzën, Kolashinin, domethënë, dhe Plavën dhe Gucin. Mirë po, pikërisht çoptimi i trojeve shqiptare. Kolashini ka qenë Joni. Kolashini Joni ka qenë, shqiptar ka qenë, dhe nga emri duket, Kolashin, Kolshini. Dhe ushtria malazeze duhet të thënë e vërtet ai që thatë ju, që ishte një ushtri, kishte një reputacion të lartë. Kishte mundur ushtrinë turke në vitet 1876, 77, 78, dhe vullnetarë shqiptarë që mbronin Podgoricën, mbronin Shpuzën, mbronin Nikëshiqen, madje... Se të gjitha këto kanë qenë tonat. Po, madje, në këtë kohë ata pushtuan dhe Ulqirin, ushtria malazeze. Por, Kongresi i Berlinit vendosi që të jape ato territore që thamë, kurse Ulqirin e ktheu prapë perandorisë osmane. Dhe lidhja shqiptare e Prizrenit, që ishte... Shiko, ndalojmë një sekond këtu. Lidhja shqiptare e Prizrenit u tolerua në fillim nga porta e lartë, apo jo? Sigurisht. U tolerua që të sigurisht. Themelohej, me sensin që unë, si perandori, po i pranoj vendimet e Kongresit Berlinit, po s'kam që bëj këtyre që nuk duan. Nuk, Turqia në atë kohë perandori otomane ishte në pozitë shumë vështirë. Më thënë, në 6 muaj u bën luftime në Plevnë, ishte një general shumë i zoti, Osman Pasha, dhe mas 6 muaj ushtria ruse e mori Plevnën, pushtoi fshatin Shën Stefan dhe ju afroi Stambollit. Në këto kushte, perandoria mendonte për veten e vet, mendonte për Stambollin, nuk mendonte për vende periferit perandorisë, si ishte për shembull Plava dhe Gucia, apo Ulqini, apo Podgorica. Në këto kushte detyrua. Megjithatë, në këtë kohë ministri i jashtëm i perandorisë otomane ishte Abedin Dino, që ishte nga Çamëria, dhe funksionarët atje të lartë shqiptarë që ishin në perandori, do të thënë, u munduan që të gjende një zgjidhje, që edhe trojet shqiptare të mbroheshin, po dhe perandoria osmane të mos ingranojë ose të mos implikojë, sepse kishte frikën e ndërhyrjes ruse. Dhe në korrik 1878 mori vendimet Kongresi i Berlinit dhe mbreti Kolla, ishte pris në atë kohë, dhe Malizi priti 6 muaj që ta merrte Plavën dhe Gucin pa luftë, siç e mori për shembull Podgoricën, mori edhe qytetet e tjera që përmenda, që lidhja shqiptare e Prizrenit gjykoi që kishte një popullsi të përzier dhe nuk ja vlente që të kundërshtonte me forcë. Ajo vendosi tani që të mbronte me çdo kusht
plavë dhe kucinë. Për shikuesit dua të them diçka, kam qenë në plavë dhe në kuci përpara 12 vjetësh, janë në zonat më të bukura të Shqipërisë. Natyrë e mrekullueshme dhe është rasa shqiptare tipike. Të gjatë, themra meshkuj, bjond, si bojqielli. Ti thua domethënë jam në ndonjë fshat të Gjermanisë. Në fakt është zona e Shqipërisë, është le të themi nga ajo shtylla kurizore ku rasa shqiptare ka mbetur e papërzier nga çka qenë këto fushorët ku kalonin pushtues mbas pushtuesi. Por shkoni edhe për natyrën e mrekullueshme. Ka një natyrë të pashoqe. Mund të kaloni nga Vermonshi ose mund të kaloni pastaj nga pikat kufitare që njohim të Hanit të Hotit ose të Moriqanit, po ju bie larg nga Moriqani. Shkoni, mos e lini pa shkuar. Po. Është vërtet, unë shkova me që kisha bërë një studim nga 100 faqe për luftën në plavë Guci, dhe shfrytëzova rastin shkova me agjensinë turistike në Tiranë dhe shkova në Vermosh, në Guci, se është Gucia përpara, pasi është plava dhe e pa, se me të vërtet është një zonë e mrekullueshme, jashtëzakonshme e bukur. Mendimi im së pashun ishte që këto qytete të dyja ishin prapambetura, ishin të lëna pas dore. Shumë i kanë lënë pas dore. Dhe atje dëgjohet frikset ishin serbisht, nuk pak dëgjohet fritë shqip, domethënë. Me përjashtim të Vuthajt, që ishte një fshat shumë i bukur shqiptar, 100% shqiptar. Edhe Martinaj, në mos gaboj. Martinaj po Vuthaj njërë, ishte shumë jashtëzakonisht i bukur, ishte edhe një sy të kaltër, vajte me pam atje. Shumë i bukur. Plus i pam ato burimet. Dhe aty lokali që është aty është një grua që shërben e mbajnë vëllezërit e saj që kanë ikur në Amerikë. Po, edhe aty hangën drejt ne, grupi jonë, dhe aty janë ato burimet alipar të Perenës, janë ato malet karstike dhe del uji atje, janë shumë të bukura. Sipas të studiusit shqiptar që jeton në Malzi, Ibrahim Ahmetej, është një studim shumë serios për plavën e Gucin. Është plava dhe Gucia si krajin bashkë ndodhen në qendër të albeve shqiptare, që sipas tij serbët i kanë emërtuar fillimisht ato bjeshkët e Namëna ose prokleti ashtu të mallkuara, por bile në plavë Guci është mali më i lartë në Maltëzi. Plavë Guci është Maltëzi dhe është rrethuar rreth për qark, e ke parë vetë, domethënë nga male, kurse aty është lugina shumë pjellore e plavës dhe Gucis. Malet janë të frikshme. Po, dhe pikërisht mali i Zi synonte që ta pushtonte këtë dhe sipas praktikës së mëparshme, çdo qytet apo fshat shqiptar që pushtonte Malezi, ai jepte si shpërblim radh para merrnin këta vojvodët, pjesë më të madhe, pastaj çfarë tepronte e merrnin ushtarët e thjeshtë. I parasysh që Malezi e vende shumë malor, pak tokë kishte, dhe për shembull ky autori thotë një gjë shumë interesante, nuk e dija që kur e mori Malezi Ulqinin në 1882-shën, nuk e mori me forcë, s'kishte forcë, po ja dha Pushteria Osmane dhe faktoria ndërkombëtare, ajo flota ndërkombëtare që bombardoi forcat shqiptare në Ulqin, 400 familje shqiptare në Ulqin më me reputacion i përzori. Dhe pronat e tyre, dhe shtëpitë e tyre, pasurit e tyre, i morën malazezët. Dhe jetën në kolonit më dha malazezët. Të gjithë do të them edhe më vonë, brenda në plavë Guci. Pra, synimi ishte që këtu, shiko, në kupolën drejtuese të po themi principatës malazeze, se princi ishte ai Kralj Nikola, kishte dy rryma gjithmonë. Ishte rryma luftarake, që ta marrim me forcë në plavën e Gucin, du tregojmë botës se kush jemi ne. Po ne ata Kongressi i Berlinit, Prendaria Osmane e njohu, troqi trupat nga plavë dhe Gucia, 2 batalione që ishin në troqi, sepse shqiptar tani kokë fort, nuk e lëshojnë. Atëherë kush jemi ne? Ne jemi ushtria e famshme që mundi turqët, mundi këta, mundi ata. Krau luftarak. Krau i moderuar që ishte një Ilia Plamenac, ishte
do me thënë vojvoda i plak, ai thoshte, i tha Mbretërit Nikolës, shikoj, i tha, të luftosh me shqiptarë në atë luginj, tha, është një aventurë ose një ndërhyrje shumë e rrezikshme. E komplikuar, nuk dihet si përfundon. Nuk dihet si përfundon, sepse ata kishin bërë vazhdimisht përpjekje luftarake, domethënë edhe Plava Gucia kishte luftuar kundër Malezi. Dali Pash Gucia për shkak kishte luftuar kundër Malezi dhe ishte evidentuar. Madje kur mbreti Nikola, Pres Nikola e mbaroi Macmillanin komandant të grupit të forcave malazeze të marrin prapë negocimin, i tha, thuaj atij Ali Pash Gucisë, tregoja vendin atij Ali Pash Gucisë, se unë kur bëra bisedë bëm bashkë për rrethimin e Shkodrës, luftën e Shkodrës, thash që Zeni Gjoleka 852-shën, thënë grupi i luftarëve Lebër, sulmoi nga jugu, nga Shkodra, bashkë me shkodranët. Nga lindja sulmuan luftëtarët nga Plava dhe Gucia, të udhëhequr pikërisht nga Ali Pash Gucia, po edhe Gjyli, një udhëheqës tjetër. Dhe kishin, si thoshte, natë të vjetra, plus që malazezët zhvillonin taktikën e luftës me intensitet ullët, do më thënë sulme, grabitje, terrorizime në vijim kufitare, me qëllim të demoralizonin banorët shqiptarë. Dhe në këto kushte, do më thënë lidhja e Prizrenit, që do më thënë për mua, është lidhja më me rëndësi mas lidhjes shqiptare të Lezhës. Për herë të parë, në histori shqiptarët krijuar një lidhje që me një qendër drejtuese, fillimisht dega e parë e lidhjes kur kryohen në Janin, e krijoi Abdul Frashëri. Pastaj më vonë kryohen në Istanbul. Pastaj qendra kryesore, bërthama kryesore u kryohen në Prizren, që kishte një simbolik të dyfisht. Mendohet që ishte në mes të Shqipërisë të atëshme, dhe e dyta sfidonte fakti që Prizreni në mes jetë kishte qenë kryeqytet i mbretërisë të Stefan Dushanit. Dhe në ndryshim nga liderët tanë në vitin e 12, që e thashë që u bën takim Taksim, por nuk morën një vendim të zëm kur do të jetë kryetari, kur do të jetë udhëheqësi. Një dyta, kur do të kontrollojë të vendime, çfarë do bëhet, kurse lidera Prizrenit dhe zoti një udhëheqës ishte Abdul Frashëri. Ai ishte, pra caktoi pastaj po ta shikosh, është edhe një lloj larg pamësie këtyre liderëve, që mua më pëlqen për dy gjëra. Së pari, ishin nga gjithë krahinat e Shqipërisë, dhe së dyti, gjithë këta prisat e veriut patën mençurinë dhe larg pamësinë që të zgjidhin në mos gaboj drejtues politik ishte Abdul Frashëri, sepse ushtara ka qenë dikush tjetër. Seliman Vokshi krijoi një lloj qeverie ishte ajo, duke ndarë detyrat, anën politike Abdul Frashëri, anën diplomatike dikush tjetër, së mbaj mend anën ushtarake Seliman Vokshi. Dhe ishte domethënë një qeveri që vepronte, nuk ishte si në 12-ën. Ti tha shko bëj kryeministri andej, këtu andej edhe u ndanë, shpërndanë, s'u morë vesh, s'kishin një qendër komunikimi, s'kishin si do të zbatoheshin të detyrat. Dhe sigurisht që Perandoria Osmane e toleroi, nuk diskutohet kjo punë. Që e toleroi sepse nuk donte në ato fillime. Në fillim, nuk donte që ta acerojë me popullin shqiptar. Nuk donte, sepse ishte një pozitë vështirë. Këtë isha rreziku i Rusë, po të fillonte kryengritje në Shqipëri, ajo e dinte që do të kishte lashe, edhe u troq, me atë qëndrim të tërhequr. Dhe lidhja e Prizrenit, unë kam lexuar një autor të huaj që thoshte të gjitha shtetet në Ballkan i njohin vendimet e Kongresit të Berlinit dhe i zbatuan. Të kënaqur apo të pakënaqur. Ata të qesin pakënaqur, detyruat të rriqen, edhe thanë, okay, do të zbatojmë. Vetëm shqiptarët, pa të nguxim, me lidhjen e shqiptarëve e Prizrenit të kundërshtonin të vendime. Po sepse vetëm shqiptarët po masakroheshin në fakt. Po. Se Perandorisë Otomane nuk i prishej shumë gjithë, thonë një fjalë, toka të tjerëve po jepte. Sigurisht, por e kundërshtuan dhe kjo tani pati një shumë pozitive, por edhe nga ana politike. Domethënë, shqiptarët i imponuan faktorin ndërkombëtar. Dhe unë kam e thash edhe në bisedë një bëm për qëndrimin e Austro-Hungarisë. Dhe pikërisht në këtë kohë, domethënë në këtë ose më mas, Austro-Hungaria dhe Rusia ranë dakord, bënin takim të fshehtë që në parim në dakord ta njihnin pavarësinë në Shqipëri. Pse ishte një kom shumë dinamik, shumë luftarak.
edhe krijonte shumë probleme në Ballkan. Duhesh gjetur një mënyrë, kupton, për të kënaqur të shqiptarët, natyrisht pa caktuar kufit. Dhe pikapamja ushtarake sigurisht ishte një problem i vështirë. Pse? Sepse është përballa kishim një ushtri malazeze që përbëhesh nga 7 brigada këmbësorie, 6 brigada ishin brigada zakonshme, një brigada e Gardës Princit, ishte krijuar kështu ajo. Nga një batalion, nga çdo brigadë, 6 batalione i mori më të zgjedhur, trupat më të zgjedhur, më luftarak, më të ashtu, dhe i mori kjo Garda e Princit, dhe me një efektiv afërsisht nga 14.000 vetë. Kishte përvojë ushtria malazeze dallohej sidomos për luftimet trup me trup. Ishin shumë fort fizikisht, përdorin shumë mirë Yataganin, luftonin shumë mirë natën, përdorin luftën në prit, e njihnin terrenin malor, dhe ishin shumë skatës, shumë shpejt, plus që gjysma fiseve malazeze, kemi thënë, ishin me origjinë shqiptare dhe domethënë edukoheshin joti ta hakok me gjithmonë. Edukoheshin që në vegjëli, që në reni, edukoheshin me atë ndjenjën e krenarisë, domethënë që të këndosh me lahut, trimëria të tyre në luftë, se morën dhe lahutën e morën malazeze dhe i morën. Dhe Indro Montanelli, që ka qenë në Shqipëri në vitin 1930 në duket, vizitoi Marsinë e Madhe dhe atje u habit nga çfarë dëgjoi dhe tha, malësori shqiptarta që kur lindha vë kandidaturën për padvekësi. Pra nuk shikon pasurinë e këto tira, po shikon a do këndohet një këngë për të, apo jo. Po kënga, thot Kadare me drejt kërkon kokë, nuk i këndohet kujdo. Pra ai që e meriton. Pra kishin këto, unë kam lexuar dhe vlerësimet e oficerëve turq, që thonë që ushtarët malazeze ishin trima, pra atë nuk e diskutojmë. Dhe kishte një udhëheqje qendrore, do thënë, kishte logjistikë, kishte gjitha. Pavarësisht se te logjistika, ata kishin shumë dobësi edhe zakonisht mbas ushtrisë malazeze shkonin gratë, motrat ose nënat e tyre, edhe çdo ushtar malazez merrte nga 2 desh me vete, për të thërë për të ngrënë. Edhe indianët e ushtria malazeze, ushtria indianës të Amerikës, ashtu ishte faktikisht. Gratë kishin detyrë veç që ti mjekonin të plagosën, po merrin edhe çalik, edhe jo sapat dhe një litar për të plaçkitur, për të vjedhur. Edhe në Shkodër, për shembull, kur rrethua Shkodra dhe u hap fjala i do bjerë Shkodra, në zhvillën e përgjithshme në shkurt 13, thotë Edi Duram, shikon aty në Grue Mirë, shikon një malazeze që vjedhur një rrot tel telefoni, e ke prerë të ndërit malazeze. Si neve në 91-shin, që bodhëm gjithë telat e telefon. Po, rrot telin krah, një palk pucushtari, plus tigane këtu kusi që ke vjedhur. Qa i kap të dora? Po, edhe Edi Durami i thot një ushtari malazez, po ç'është kjo? I thot, jo, i thot, një grua malazeze për të vjedhur një këmish, thot, bën 100 kilometra në këmbë, thot. Dhe edhe kështu është. Dhe gratë malazeze, po dalë këtu tani, lutë një ronë të rësishëm, pse? Pikërisht në verën e vitit 1879, bëri një thasirje zakonshme në Malzi. Domethënë, dhe zonat e thella malore kërcënohet në Dizin nga Uria. Ai pret Nikola të gojë me urgjencë, domethënë një njeri në Rusi për të çuar drith. Edhe erdhën 2 vapora rusë, çodën drith, pasojën dhe flamuj, edhe armatime, mund edhe vullnetar rus. Sepse në betejën që bën në Këshiq, u gjetën flamuj rus dhe armë ruse të reja. Dhe tani Mali Zi që shumë i pramet, nuk ishte rrugë, nuk ishte karroce që të kalojnë nëpër rrugë. Dhe gjithë të ngarkuan nga gratë malazeze në shtëpinë. Në shtëpinë i quan deri, i quan edhe, domethënë në zonat malore, po më shumë i quan Andrejevica. Andrejevica është qytet i vogël që është afër plavës së Gucisë. I quan atje për ushtrinë. Edhe u zgjidh kjo punë. Domethënë nëse nuk do kisha ardhur kjo ndihmë e madhe me grur, lufta në plavë Guci nuk do të bëhej nga ushtria malazeze, nuk mund ta bënte. Tani kalojmë te pala shqiptare. Sigurisht është shumë e vështirë të krijosh një ushtri vullnetare për një kohë të shkurtër. Ndryshe maleziti kishte shtruar të gati. Jepte sinjal alarme, mblidheshin ata. E kishte një sistem rezervistësh. Kishte, rrinën ata, kishin sistemin kështu malazezët, do thënë, këta rezervistët i mbanin armët në shtëpi.
se ka qenë dikur, e kupton? Jepi kushterimi dhe ai ikte, edhe në torbën e tij merrte një copë bukë edhe një qep, thonë këta. Një qep kaq e kishte ushqimet, një ushtar malazes. Edhe merrte 10 fishek, 20 fishek, s'kishin shumë. Tani detyra që u shrua për anën shqiptare. Rolin kryesor, domethënë e luti Ali Pash Gucia. Ali Pash Gucia kishte marrë shkollën ushtarake në Stamboll dhe ishte i kualifikuar, domethënë se nganjëherë kur tregojmë këto luftrat, themi luftëtari popullor, ishte general me shajak e diun. Kishte në atë kohë shumë shqiptarë dhe oficerë shqiptarë, ishin në ushtrinë turke që bashkuan me kryengritjen, luftuan. Bashkuan me lidhjen e Prizrenit. Patjetër, ky ishte gjithë ata. Të cilët ishin të fortë, kishin shkollë si oficerë. 30-40% e efektivave turke në atë kohë ishin me origjinë shqiptare, oficerë dhe nizam. Dhe ata domethënë filluan në organizimin e vullnetarëve dhe Ali Pash Gucia vendosi që të mos kërkonte, mos pete ndihmë edhe nga jug apo nga Shqipëria e Mesme, sepse gjykuan që Malezisht një vend i vogël mund ta përballonin me forcat që kishte vetë Plava Gucia, vinin nga Kosova, nga Rrugova, nga Peja, nga Gjakova, nga Marsia e Madhe në Shkodër dhe nga Shkodra. Dhe domethënë këto dërguan ushtar, vullnetar. Marsia e Madhe dërgoi në bazën e Bajrakut, domethënë, edhe domethënë kushtrimi ishte burr për shtëpi, se kushtrimi zakonisht ishin 3 llojesh. Ishte kushtrim për shtëpi, burr për shtëpi, kur nuk ishte rreziku shumë i madh. Pastaj kur ishte më i madh, ishte 7 në 70. Pastaj kur ishte edhe më i madh fare, kush mundet i bjeri? Kush mban pushk? Kush mundet i bjeri? Kështu. Kushtrimi dha burr për shtëpi, sepse sigurisht që Malezi nuk ishte një ushtri shumë e madhe, vetëm si ushtria turke, që e vogël ishte. Dhe shkuan vullnetar nga Marsia e Madhe, shkuan nga Shkodra, shkuan nga Peja, nga Gjakova, plus që u dhanë ndihma në ushqime, në bukë, në municione, në para, në gjitha. Dhe u krija një pak a shumë një efektiv për gati 10.000 vjetë, 8.000 luftarë shqiptarë. Dhe Ali Pash Gucia mori rolin, si them ty, komandanti i përgjithshëm të forcave. Me të komandant, kurse drejtuesi konkret i luftimeve në terren ishte Jakub Feri. Jakub Feri, një luftëtar shumë i zoti, shumë i aftë që Brezion e ka mësuar në librat e historisë, domethënë, kush ka qenë? E kanë mësuar në atë kohë, po. Dhe në fillim Malezi mendonte që do ta merrte Plavën e Gucin me forcat pakta. Dhe çfarë bën ata? Krijuan një grup rreth 4.000 vjetësh dhe komandant von Mark Milani. Mark Milani edhe ky me origjinë shqiptare. Me origjinë shqiptare nga fshati Kuç, nga Kuçi. Dhe bashkë me vllajën e tij Teodor Milani, që dy vëllezër këta, por Marku ishte kryesori dhe ai domethënë se luta në Plavë Guci ka 3 faza. Faza e parë është pikërisht kjo në 9 orë, 10 orë, domethënë kur Mark Milani bashkë me Teodor Milani sulmoi Plavën dhe Gucin. Mbrojtja shqiptare organizohej me 3 vija. Vija e parë ishte në lartësitë më të larta që rrethojnë Plavën e Gucin. Vija e dytë ishte në Kodrat, si themi kodrinor. Dhe vija e tretë ishte në qytet, në Plavë dhe në Guci. Në Plavë u bë një transhe gjatë gati 5-3 kilometra, ku vendosa forca për të përballuar ardhin e forcave malazeze duke kapërcyer lumin Lim, se në breg të lumin Lim do të kapërcyen ata dhe do ndesheshin pikërisht për të marrë Plavën. Edhe fillimisht duhet thënë vërteta që sulmi i parë malazez është shumë i furishëm. Edhe vija e parë mbrojtja shqiptare u thye. Dhe shqiptarët pësuan humbje të rënda. Madje në malin e vizitorit në Guci u rrethuan 400 luftëtarë nga Marsia e Madhe u vranë gjithë. Për shkak se u ndërprer ndërlidhja, një e dytë edhe nuk e njihnin terrenin ata, nuk e njihnin terrenin. Dhe
Në pash Gocia duke nxjerrë mësime nga kjo humbi e rënd, atëherë i troqi forcat me qëllim që të Malazezët kujtonin tani që kur e morën Gocin të dorë Milani. Atëherë kur ata të britën në Kodër, e sulmuan forcat shqiptare të Ali Pash Gocisë dhe e rrethuan ata. Mirë pa ai manovroi, ishte kohë shumë e keqe, kohë me mjek, me borë, u manovroi dhe doli nga Thonë që Mark Milani ka qenë ushtarak i Zotja. Jo, te dorë Milani, këtu. Kurse Mark Milani që mos se zgjatë më shumë, do sulmonte në Plavën, sepse Plava ishte objekti kryesor. Po në binte Plava, Gocia ishte e rënë. Edhe sulmoi dhe Mark Milani. Ndërkohë, a dhe vija e dytë? Vija e dytë u bën luftime të rrepta, po nuk i morën dot. Atëherë pësuan me të rëndë edhe Malazezët, pavarësisht edhe i fshehin, atëherë mbreti Kolla dha urdhër që të mobilizohet gjithë ushtria malazeze. 14.000 veta. Ose 10.000 që kishin mbetur. Po, ka 10.000 veta, edhe ata mobilizuan të gjithë, erdhën në Cetin atje, edhe aty bë ceremonia fetare, ku ishte me 6 janar 1880, ku janë e krishtlindjet e ortodoksëve. Pikërisht tamam, atje u bekuan kur i thonë, edhe nga aty ushtria malazeze shkojnë në front. E nisën me bismillahat punë. Po. Tani betejë më e vështirë dhe më e madhe bën Nokshik. Nokshik është në Plavë Goci. Ku është Nokshik? Nokshik në Plavë. Jo, është fshat apo është vend? Fshat, Nokshik. Nok ka qenë është sipas studiusve ka qenë një popullsia banore, sipas të historianit, si studiusit gjeografit, banorët e Plavës dhe Gocit janë shumica me origjinë nga Kelmendi. Po. Ata kanë populluar. Ai shelf është pak a shumë. Pse edhe Plavë dhe Gocit ata më pjesë e Alpeve shqiptare. Alpeve shqiptare, Kelmendi shqiptar, mua shumë është që nga, domethënë ka një lidhje natyrore. Dhe erdi gjithë ushtria malazeze, me në krye Božo Petrović ishte kushuri i pari Knjaz Nikollës, i cili ishte figura kryesore. Tani, malazezët janë quar, do të them se harrova ta them që në Plavë dhe Goci, në Plavë dhe Goci kishte shumë qifçi malazez që punonin tokën. Qifçi, buq me pagesë. Me pagesë. Pse? Sepse këta feudalët e belerë shqiptarë nuk e preferonin shumë shqiptarët. Thoshin shqiptarët nuk punojnë tokën, ata rrjedhin për luftë. Qef nuk e kemi punën. Dhe thoshin malazezët që më të bindur, po të tregojë unë se kur erdhi koha atyre se çfarë bën pronarëve tyre, domethënë. Atyre mbani kokën ulur ata. Shqiptarët as u ndruan fen, as i vran, as i persekutuan. Punonin e jepnin atë rrogën që takonte. Mirë po njëri nga këta feudalë shqiptarë, harrova emrin, Shabanaka më duket, ai përdori 300 a 400 familje shqiptare, përdori fare nga Plavë dhe Gocia. Ata nuk punojnë tokën, tha. Më mirë të marr malazez, më mirë të marr bosnjak. Ishin më turp ata. Dhe këta malazezë që ishin këtu, ishin rrjeti informativ i malazezëve. Këta i formonin për gjithë shka. Sa forca erdhen nga Peja, sa nga Gjakova, sa buke erdhen, sa armë erdhen dhe gjitha. Këtë rol kishin ata. Atëherë, Ali Pash Gocia ngriti një polisi të veçantë për t'i kapur të spionët malazezë dhe kapë disa dhe i përshkatoi disa i varit. Më thënë që të mos i jepte mundësi që të... Edhe në fillim të betejës, Jakub Feri ndërpreu gjitha lajmet që vinin ka fronti për mos demoralizuar popullin e këtan, humbjet që pësuan, nuk jepte shumë lajme. Betejë vendimtare që u bë në Nokshik, u bë në janar të vitit 1880, ishte një kohë shumë e ftohtë. Edhe një studius malazez, Nova Karazatović, që unë kam lexuar dhe me atë jam mbështetur dhe atë nga autorët malazez, kurse nga autorët shqiptar jam mbështetur nga Elmas Plava, këtë libër, është një libër i jashtëzakonshëm. Ky autori
është djali i një prej atyre luftëtarëve në Plavë e Guci që Duket nga mbiemri. po që kur u pushtua Plavë e Gucia në 1912 tetor dhe filluan masakrat të tmerrshme, një pjesë e popullsisë erdhi në Shqipëri dhe ai erdhi në Shijak. Dhe ky libër është bërë nga përgatitur dhe ndihmuar nga Amre Glen Veli, nga historia Morle. Dhe ky është libri më i saktë ose më i mirë që përshkruan luftën në Plavë e Guci. Unë këtu jam mbështetur nga pala shqiptare dhe domethënë më ka ngelur peng që nuk ka një libër, domethënë të një autori shqiptar, domethënë studiuesi shqiptar, se ky nuk është studiues, e kupton? Është autodidakt. Kam mbledhur kujtimet e gjithë atyre bashkëluftëtarëve për këtë betejë kaq të lavdishme, do të thosha, domethënë që përfundoi me fitoren ton. Megjithatë po vazhdoi tani luftimet. Ishte të parë një mot shumë i keq dhe bini zogj të ngordhur nga qielli, të ngordhur nga të ftohtit. Wow. Dhe në këtë binte dhe borë dhe në këtë situatë, domethënë, filloi përleshja kryesisht trup me trup, sepse pushkët ishin të vjetra, pushkët me fishek ishin, ose musheshin nga tërë, Ngrinin, bënin. Bllokoheshin nga ftohtit, edhe kryesisht përdorin jataganat, luftime trup me trup, luftime shumë të egra, dhe dëshmitarët okular tregojnë që në një moment, për shembull, tatëm shqiptari kapte nga flokët atë marrazet dhe binte me jatagan, e bëjnë gjithë të gjë dhe ai vriste i kokën atij. Ka luftime të ashpra ishin. Domethënë, atëre Božo Petrović dhe Mark Milani dhanë urdhë të futen në luftim garda e Princit, që ishte më zgjedhura, dhe fut pikërisht në Nokshik, aty ku përballë forcave të Jakub Ferit, që kishin të futur në transhe, dhe aty luftime shumë të egra, të jashtëzakonshme. Madje kur mbaroi lufta, dhe ato që ushtrit marazeze, Ali Pash Gucia dha urdhë që të pastroheshin bora edhe të gjeteshin të vrarë dhe plagosur shqiptar. Dhe kur veten aty te transheja, ai ishte me borë, ai ishte skuqur komplet nga gjaku i luftëtarëve shqiptar, malazerë dhe i kuajve të vrarë. Ishte bërë komplet i kuq nga gjaku. Dhe Mark Milani u rrethua nga gjithë anët, domethënë, dhe ishte në pozitë shumë të vështirë. Po në këtë kohë, domethënë, shqiptarët vetëm një urë ishte të kalon në limin. Lumi lim në dimër ishte edhe me shumë ujë, por dhe shumë i ftohtë dhe shumë i rrëmbyeshëm. Dhe luftëtarët marazes nuk dinin not, ata vinin nga malet. Dinin not ata. Dhe kur i vun përpara, kur fut luftimi rezerva erdhi nga Çakori, rezerva shqiptare nga Çakori që ata ja falën Malezi, ata që në Çakori të rezerva e fuqishme shqiptare, kur u futën luftim rezerva shqiptare, atëherë e rrethoi gjithandej Mark Milani kur e pa situatën, u mundu të kapte në një pikë dominuese, po si kapte dot. Atëherë u troq. Garda e Princit ishte futur në luftë? U fut në luftë, u shkatrua. U shkatrua aty në luftimet që u bën të fundit, domethënë. Atëherë Mark Milani dha urdhër ushtrisë të thënë që të rrihet. Të rrihet nga do kalonte. Ku do të rrihet? Ku do kalonte, u futën shumica, u fut në ashtu, do të thënë, s'kishin ku ata kalorës. Kalorës ishte vetëm pjesa e elitë, kur thonë, ose komandantët e këto, po ushtarët e thjeshtë s'kishin. Dhe atje u mbytën shumë ushtarë marazec, por aq ashpër ishte lufta, thonë ata dëshmitarët okular, sa që do të thënë edhe në Vishegrad shkonin trupat e shqiptarëve dhe marazecëve, ka përfyt, të vdekur të dy, që i më të rrymë malumi që në ndej. Betejë të tmerrshme të egra shumë. Dhe vetë Mark Milani me zi shpëtoi kap nga bishti karit, të shkapur, karit dhe doli matan, sepse nuk kishte rrugë tjetër. Po ky autori tregon një detaj shumë interesant për Mark Milanin. Kur vazhdoheshin luftimet, Mark Milani futi në shtëpi shqiptare atje, dhe e dinte shqip edhe i tha një plakë aty, i tha, ma pjek një kafe, i tha dhe hoqe njërën qizme. E pare plaka, Mark e tha, mos e i qizme, tha se droj, tha se, edhe kafe s'ka me e pi, tha, edhe i doli fjara, në të kërë të shqiptarë, edhe Marku me i qizme, veshër me qizme për të veshër, i pi kare edhe iku. Edhe tani, do them tani përfundimin. Do të thënë, në bazë të, unë kam lexuar, do të thënë këtë autorin
si thash Novak Raznatović, që ka bërë doktoraturën ai për luftën e Plavë dhe Guci. Ne nuk kemi një studius, paktën në Shqipëri, se në Kosovë nuk e di, që të bërë doktoraturën shkencore për luftën e Plavë dhe Guci. Nuk kemi. Dhe është një autor tjetër bosnjak, Mustafa Memić, ai ka bërë një libër për Plavë dhe Gucia në të kaluarën dhe fletë për betejën Plavë dhe Guci, për ai i, si thua, humbjet e marazezve, si themon ty, i zvoglon. A shiko, për këtë betejë që jemi duke folur, unë ju këshilloj edhe në qoftë se nuk e keni të lahut e Malësis, mund të kërkoni në internet Tringa. Aty flet pikërisht për këtë betejën e Nokshishit. Flet Gjergj Fishta ka një poem për këtë. Unë nuk po e lexoj sepse është poem shumë e gjatë, por është një ndër beteja tona e cila natyrisht si shta dhe koloneli ka pasur një egërsi të pashoqe përsa u përket luftimave. Sa mirë që ma kujtova këtë lautën e Marsis, e harrova. Më thënë, Gjergj Fishta ka bërë të lautën e Marsis që kushtohet kryesisht të luftës në Plavë dhe Guci. Dhe atje ka një detaj që tregon se si konceptonin malazezët shqiptarët. Dhe në një moment të ndërprerjes luftimeve për të mbledhur rand dakord që të bëhet pushim, të mbledhin të vrarat, të varrosin të dy palët, dhe nga pala shqiptare shkoi një prift që është Pal. Atëherë Mark Milani takoi Palin dhe i tha, se shqiptarë që dhe Pali e tha. Mark Milani din të shqip, apo jo? Po që din të shqip, edhe nënë shqiptare kishte. I tha Palit, tha, thot dhe Gjergj Fishta, po qa e lidhë ju krishterëve me muslimanët, i tha. Qa e lidhë ju, e tha. Hate ne me Malnezi, tha, edhe do keni, tha, do jurëm doke, zakone, feje gjitha. I tha Pali, po është me rima, jo, është rëndme, i tha, unë s'kam darë, tha, më luftu për muslimanë shqiptare, kemi bashkë Shqipërinë, tha. I tha, që atje munduan të fuzin të pykën e ndarët fetare. Dhe tani me kemi të... Tentuan dhe gjatë luftës në Kosovë, në fund të drejtë, ta fuzin ndarën fetare. Karaman Urqini ka është një studius shumë e mirë shqiptar, në Shkodran. Unë ka pas në deri, në thënë punoj me të, kam bërë një komitet për luftën në qafën e Agrit, kur në 1910, kur edhe ushtria turke me Turgut Pashën që të shtypte komunitetin shqiptare në Marsit Madhe. Edhe qafa Agrit është qafa që lidh Duka Gjinin me Nike Mërturi dhe Tropojën. Dhe në divizionin tonë Shkodrës bëhesh sesion shkencore një në vit, duke ishte një studius historian Shkodran dhe një oficer, ose një oficer studius. Dhe nga divizionit dhe kemi bërë komitet sa shumë interesante, edhe kryetar të shkëti shkencor ishte një oficer nga Gjirokatra, Muzafer Malile, shefi i artillerisë divizionit, që do të kështë zili çdo shtab i ushtrive në Europë. Aq e përgatitur, aq me niveli ishte. Kishte qef ta dëgjoje kur fliste Muzafer Malile. Unë isha sekretari i këtij shkencor me letër tonë. Dhe Karaman Urqini, më tha atëherë, më tha gjë shumë interesante, nuk e dija, tha që shiko, Austro-Hungaria kishte thënë porosi për të rivet sa që i paguante, që kur vinte ushtria turke, marsorët mos i bënin luftë, mos i dilnin përpara. Edhe shoshi e zbatoi të porosi, Shara nuk e zbatoi. Pse? Unë zbulova më vonë, të dhasha të arkivin e Malezi, ishin lidhur krerët e Duka Gjinit i lidhur me Malezi, e kështë edhe lidhur rroga, disa nga ta. Dhe që ndodhe tani me Shpendi, me një 500 shaljan, i bën prit ushtrisë, njerëgje me në Turk, se Akademia Ushtaraka dhërë 20.000 vetë, pas shashtu, unë vajtën Breglumi dhe takova një luftar, pjesëmarrë në luftë, ishte 110 vjeç, edhe maj mund të emrin Kolt Samaj, një burr i gjatë, me shamit kuqe në kokë, me vetë po i haja e si atlete, dhe i më tregoj si organizua lufta, me prita, dhe sa luftari ishe, dhe qara ma kishin, dhe kur u bë kombëtesa jonë me Karamanin, u quhet kombëtesa më e mirë kjo quhet. Do të kjo e jona. Sepse kishin dhe anën politike, diplomatike të gjarë, por kishin dhe anën ushtarake. Dhe Karaman Urqini, për mua është studiusi më i mirë për Bajraqet, sepse i përmendën Bajraqet, ka
shpjegimet që bën disa janë romantike, domethënë që përgjigjen realitetit. Bajrakët u organizuan dhe krijuan nga Perandaria Otomane, dhe fjala bajrak do të Flamur, domethënë turqisht. Dhe 2-3 bajraqe bënin një mal, dhe ata kishin përgjegjësi Bylykbash, turk. Bylykbash shqiptar, ai musliman. Po. Dhe ai kontrollonte. Dhe ato ishin forcat pa rregullta që merrte ushtria turke, kur luftonte, domethënë, dhe ata ishin të tmerrshëm sepse nuk paguheshin ta bashkibozukët. E kishin vetëm në bazë të plashkës që merr. Po, vetëm ata kishin ata. Po mirë, kthehemi te betejë. Jo, se bajraqet morën pjesë në luftën në plavë të Gocis, se me këtë bazë bë organizimi ushtarak, se s'kishte struktura të ngritura, me këtë bazë. Dhe një nga këta, domethënë një luftar, ky Kajman Urgjini tregon, Prel me muj ka quajtur ai, ishte një luftar nga Marsia e Madhe, nga Vukli. Ishte i shkurtër ai, shumë po i fort fizikisht, edhe në një moment Malazet ndërprer luftën dhe i thanë shqiptarëve që hajde bëjmë një duel. Edhe doli përpara një luftar nga Kuçi, alemet, si Malazet 2 metra gjatë. Edhe tani sfidës i përgjigjen shumë shqiptar, dalej, kushti i këtij dueli do bëjmë me shpatë, jo me pushkë, me shpatë. Edhe i thot ky Prel Mema, i thot, atë shkoj unë, i thot Ali Pash Gocia, ti më pash faqen e bari, i thot, po, shikoj edhe atë shkja, unë sa është ganash, i thot. I thot ky, mos çaj mandem për atë punë, më jep leje ndihmua. Atëherë thot, shko thot. Edhe hapën, domethënë, këti ushtarët shqiptar, vullnetar shqiptar këti Malazezët, dhe po prisin tani. U takuan të dy, edhe ai Kuçioti, ai nga Kuçi, e njohën këtë, i tha, o Prele, tha, ti donë me oprej me mu, tha, unë s'kam darë me luftu me të kështenë, kam darë me luftu me musliman, me turq. Apo i këti, tha, apo ti ki unë. Pra donë të një musliman, jo një katolik, që ndeshi. I tha Prela, jam shqiptar, tha, si kam i kujtë. Atëre, tha, kushtet e duelit. A i të fitoj, ta, të presi kokën, mundoshtari dhe të marrë armët. Dakor. E filloj betejë me Jatagan, po ky Prela kishte forcë shumë të madhe në shpatat, në dorë. Edhe kur përblasën shpatat, ati Malazeti iku shpatat nga dora dhe këti iku nga dora, po ky tërkohë më shpejt, e i hëtë ngërë, i ngulli thikën në qaftë, e shtriu në tokë dhe filloj të apritë kokën. Kur ja preu kokën, ata Malazetet që ishin atje, qelluan me pushkë, plagosë të rëndë dhe më vonë diqë, Prela. Dhe më thënë, shiko, se që bëndi për ta treguar këtu, dhe më thënë atë ndrimin e kaut politik të bënë marsor katolik luftën e Shkodrës, sepse të vjen keq, dhe më thënë që ata u arrestuan për krahë ushtrisë malazeze në një kohë që malazezët ishin armiqtë çekullor të marsis, ishe vrarë e me ta. Po kjo është një histori tjetër. Nëse korruptimi fetar është përdorur edhe në Maqedoni. Ti sot ke 300.000 shqiptarë ortodoks që i thonë vetës Maqedon. Ajo, të them unë pse u bë ndryshim. U bë sepse domethënë nga reprezentanët e eglat të Shqipërisë turkët pashë, turqëve të rinj, domethënë ata i shtynë në prerjen e Malezi, në prerjen e Serbisë. Po pa tjetër pra, ishin në presion dhe i duhet të gjeni një më ashtu. Ata gjetën ndihmë, gjetën strehtë e Malezi dhe Malezi shfrytëzoi rastin. Të kthehemi te beteja. Beteja. Tani, mbasi mbaroi beteja, domethënë mbasi Mark Milani spiu dota skafën. Mark Milani iku, ndolën në Sutjes, që është një fshat kështu afër plavë dhe Kuçis, po ishte pjesë e territorit Malezit dhe vendosi ushtria shqiptare mos e ndiqte ata. Tani filloi, do të flas për vrasjen e Jakub Ferit, se nuk e harrova. Jakub Feri u vra pikërisht në transhe, luftime shumë të rrallë që u bën, në majtë të kalit, duke ashtu ata e njihnin efikasën dhe e vranë. Dhe e vranë në datën 10 ose 11 janar 1880 u vra. Po më interesante është se pikërisht kur masi u vra Jakub Feri, kali i tij Gjakosur, u nis edhe shkoi në shtëpinë e tij, aty në mallën e tij. Edhe kalamajt ishin aty e njohën që ishte kali i Jakub Ferit, edhe vati nga mbrapa. Ky kali tani vati deri te pragu i derës Jakub Ferit, ushtria atje dhe afrim dhe harroi.
Është shumë interesante që tregojnë ata për Jakub Ferin. Dhe të qëta që deri në fund punë në Jakub Ferit, në vitin 1910, kur filluan operacion dëshkimore në Kosovë, shumë njerëz nga Kosovë dhe nga Plavë Gucia shkuan në Marzi. Për të gjetur mbështetje. Edhe mbret Nikolla priti djalin e tij Hasan Feri, pritin në zyrën e tij, aty ishte edhe djali i tij Danilo. Mbasi mbaroi bisedën, i tha Danilo këtij Hasan Ferit, tha, këtu gjetur ta është një dhomë muze, tha mund ke shpatën e babait tënd, tha, mund ta shesim, tha mund ta marrë lirë. Edhe çoi ta shikonte, se kishin marrë ata shpatën e Jakub Ferit. Shkoi pa ai Hasan Feri dhe i tha, nuk e shisin do të lirë, i tha, se ajo shpatë ka kushtuar të 3.000 koka vënike, që tha. 3.000 vënike një lëna tjeta. Dhe vërtet, kështu është. Ushtria malazeze, e vërtet ashtu që lanë 3.000 vrarë, 2 batalion në robër, 2 batalion në robër. Pas kanë përgjysmuar praktikisht. Malazeze nuk bini robër kollaj kretë. Unë po them luftën e Shkodrës, 5-6 malazeze janë zënë robë. Nuk dorëzoheshin ata. Ishin trima, nuk dorëzoheshin. A i vrisje, për nuk dorëzoheshin gjallë. Kurse serbët, vetëm në Bërdish, zënë 420 ushtarë serbë, në oficer dhe oficer. Serbët dorëzoheshin. Sepse ishin, si thua, është më të zhvilluar, më civilizuar, thoshin, më mirë dorëzohemi dhe shpëtojmë jetën, se sa bëjmë pak një minutë krenari dhe ikim. E kupton? Nuk dorëzohemi, e ku diun. Nuk është keq për me luftuar, po më mirë është me vrapua. Me vrapua, po. Dhe dhe më thënë, kur mbaroi lufta pra u dha detyra që të gjenden të vrarët shqiptar dhe filloi u gjetën ata, u varrosën me ceremoni dhe Ali Pashgucia mbati një fjalim të aty për dëshmorët që kishin rënë. Ndërkohë i dërgoi një letër Mark Milanit edhe atij pres Nikoll dhe i tha që hajde ne merrni ata robërit e luftës, nuk i bën asnjë gjë. Nuk i bën asnjë gjë. Absolutisht. As që morën para dëm shërbim. Asgjë, këto ishin gabime që kanë bërë ata udhëheqësit tanë, liderët tanë. Ishin një me vetë. Fisnikëria e zakonshme. Edhe tha, ne jemi fisnike, tha Ali Pashgucia. Po të tregonin fisnikërinë ata në Malazet në tetor 2012, kur vetëm në qafën e perifisë vranë meshkuj, s'po quaj burra se ishin fëmijë, nga mosha 13 deri moshën 67 vjeç. 737 shqiptar i vranë me pushk, me bajonet dhe me thika. Për hakmarrje, për të humbjen e madhe në luftën e Plavës. I harruan 1.000 që ju kthyen të paprekur. Edhe i dorëzoi ata pas një gjë. Ndërkohë sultani i dërgoi dëshpërblimin në Malizi, do të thënë dëshpërbleu për humbjet që pësuan, për dëmtimet që patën e ku diun, ndërsa absolutisht asnjë ndihmë nuk u dha për shqiptarët që u vranë, që u doqën, që shkatëruan. Dhe Ali Pashgucia, do të thënë, ju dha leje malazezëve që të vinin të merrnin të kufomat atyre, trupat atyre, edhe malazezët dërguan gratë, se e dinin që shqiptarët nuk i prek gratë. Edhe një kanonin ata dhe nuk i preken dhe edhe ato gratë i morën njerëz të tyre dhe ikën. S'patën fat këtë radhë të bënin ndonjë grabitje, domethënë. Po pastaj fati i Plavës dhe Gucisë, si shkoi? Tani, në tetor të vitit 1912, domethënë, një brigadë malazeze sulmoi Plavën e Gucinë, aty ishte një batalion turk edhe luftarë shqiptar. Domethënë neve i humbëm në 12-ën këto. 12-ën u humbën Plavë e Gucia, dhe aty mbasi e morën atë mas 4-5 luftimesh, bën masakra të tmerrshme. I thotë ky, do të thënë, Elmas Plava, do të thënë, thotë edhe autorët e tjerë dhe është e njohur, do të thënë, atje përveç kësaj ata filluan konvertimin me dhunë të shqiptarëve musliman dhe bosnjakëve musliman që ishin aty, një pakic, dhe katolikëve në ortodoks. Dhe skema ishte kjo, protokolli. E thrisin atë shqiptarin, muslimanin thënë do kthehesh në ortodoks? Jo. Atje ishte skuadra pushkatimit, e vrisin. Dhe kështu janë vrarë me qindra shqiptarë. U vranë, që nuk pranuan të kthehen. Megjithatë, ka shifra, thonë 2.000, 1.000 pranuan të kthehen, por pati protesta nga faktoria ndërkombëtar dhe mbret Nikolla, pastaj në maj 2013, një pjesë tyre i riktheu në fenë që kishte, domethënë, pati. Por
vazhdoi dhuna, presioni dhe segregacioni, mënyrat e tërthorta për të... Do të thënë, u detyruan nga dhuna dhe nga masakra nga gjitha, u detyruan shqiptarët. Fatkeqësia, dikush është. Fatkeqësia është që përpara 10-11 vjetësh, kur 12 vjetësh që kam qenë në Plavë dhe Guci, kryetari i bashkisë ishte nip i Alipash Gucis dhe i thoshte vetes Bosnjak. Po, se vërtet. Kjo ishte më e dhimbshme. Po. Nipi i herojit që e kishte mbrojtur atë vend me gjakë dhe mira të tjerëve, i thoshte vetes Bosnjak. Shikote tani, ky autori Ibrahim Ahmet jep shifrat, domethënë, aty 20% janë shqiptarë. Mbizërojnë bosnjakët, janë 50%, edhe 24% duke janë serbë. Kam idenë që këta që i thonë vetes Bosnjak janë shqiptarë të konvertuar. Shqiptarë, dhe ja. Shiko, edhe në kohën e Mbretërisë Jugosllave, Maridzi dhe të kohën e Titos, u ndoq kjo skemë, domethënë, katolikët, shqiptarë katolikët dhe shqiptarë ortodoks konvertoheshin kryesisht në brejë fesë tyre, ngjashmëri që kishte Krishti, domethënë. Ajo. Kurse muslimanët shqiptarë i konvertonin në musliman bosnjak. Dhe të gjithë gjë bëhen Tuz, të gjithë gjë bëhen Urqin, të gjithë bën në Plavë dhe Guci. Dhe ata që konvertoheshin, kupton, kishin privilegje, kishin favore. Patjetër, është ajo segregacioni në vendet e punës, në privilegje. Për të gjitha, kështu që u detruan shumë shqiptarë, domethënë për të shpëtuar dhunën, për të zuar. Juve më keni pru në emisionin e fundit hartën e Malit Zi, që ishte gjysma e këtij që është sot përpara luftës ballkanike. 1500 kilometra katror që Malit Zi. Dhe sot neve kemi vetëm Martinajn, Vuthajn, Plavë, Gucia ka mbetur shumë pak dhe për t'u habitur. Unë kur isha me makinë, aty nuk mundan policët të cilët rinin si rastësisht aty afër, gjithkohës të dehur. Nuk kam parë polici më të dehur se policia malazeze që rinte aty në atë zonën. Unë rria në Plavë, pastaj flija në një hotel që ishte midis Vuthajt edhe Martinajt. Fjetën 2 net, aty vetmi që ishte me shqiptar, po e kam fjalën që edhe sot e kësaj dite, madje Martinajt në atë kohë, po i bënin një depozit, një landfill sipër fshatit, në mënyrë që të helmonte gjithë ujrat po fshatit, dhe ata ishin në konflikt të jashtëzakonshëm me shtetin, me qeverinë malazeze të asaj kohe. Me më thënë të drejtën nga qeveria shqiptare, këto zona nuk kanë pasur ndihmë. I vetmi më ka bërë përshtypje që ata e kujtonin me shumë respekt, ishte Fatmir Toçi, pronari i shtëpisë botuese, se vetëm ai u çonte libra. Dhe unë kur e pyeta, i thashmë, çfarë doni ndonjë gjë, vetëm libra duam, thanë, nuk duam libra në shqip duam. Domethënë kishin një patriotizëm të jashtëzakonshëm. Unë dua të kujtoj këtu që edhe vetë Recep Qosja është nga Vuthaj, një tjetër shqiptar i madh, domethënë që ka dalë, por edhe Albin Kurti në mos gaboj është po shqiptar i Malit Zi. Është nga Anamalit. Matan Taraboshit, Anamalit ende është. Po, është Albini. Po, rikthehemi pasaj, do të thënë argument kryesor, pse duhet kujtuar ose pse duhet propaganduar kjo luftë pavarësisht se po ta marrësh, do të thënë, në zhvillimet e mëdhenj ishte më mirë që të malazet me një Plavën e Gucis se marrën në Urqinin apo jo. Po kush e dinte këtë gjë? Shiko, është si të thuash tash ti, a është më mirë që morën Shkodrën apo Gjakovën Jugosllavët? Është gjithmonë e dhimbshme sepse janë që të dyja qytete me një domethënie të madhe për. Po, ajo ishte, shiko, ajo domethënë ajo qendres, ajo fakti që u mund ushtria malazeze, domethënë i tulati edhe serbët edhe grekët. Grekët pastaj nuk guxonin ta sulmonin në jug. Sepse e dinin se si dolën ushtria malazeze. Gjatë lidhjes Prizreni nuk pati sulme grekë në jug. Spati që nga këtë periudhë, deri në 2012 nuk pati sulme as nga Greqia, as nga Malizi, po as nga Serbia. Domethënë, u pa që shqiptarë mund të reagonin fort. Ja dilnin dhe vetëm. Po, ja dilnin dhe vetëm, po. Pra, do të thënë, dhe Europa, do të thënë, ato bizetimet që bënin ta fuqitë e mëdha, e panë që faktori shqiptari, që faktori, do të thënë që duhet merr parasysh, nuk mund ta injoronin kollaj. Dhe prandaj këtu është vlera e kësaj lufte. Unë mbaj mend në një nga shkrimet e Sergio Romanos, i cili është një diplomat dhe ka qenë deri vonë ndër penat e fuqishme të Corriere della Sera, që kishte një rubrikë të vetëm të përditshme letra Corrieres. Shkruante pikërisht këtë që Italia në vitin në 1978
kuptoj që kishte një faktor shqiptar i cili mund t'i interesonte politikave të saj. Pra, edhe në këtë pikë del sa e rëndësishme ishte kjo luftë, sepse e vuri, siç thatë edhe juve, në pa faktorin shqiptar. Kolonel, unë dua t'ju falenderoj juve për këtë emision që mërkuat. Në fakt ishte një kërkesë e juaja që të bënim një emision për këtë luftë dhe unë ju falenderoj. Dhe dua t'ju them shikuesve, nuk kemi humbur sepse na ka munguar trimëria, nuk kemi humbur sepse na ka munguar zotësia, nuk kemi humbur sepse na ka munguar zgjuarësia, kemi humbur sepse gjithmonë kemi dashur të jemi kokë më vete, nuk jemi bindur një organizimi, nuk jemi bindur një komande, dhe na kanë mundur fëqinj të tjerë të cilët kanë qenë më dobët. Në emisionin e kaluar koloneli më pruri një shifër zyrtare të nxjerrë nga arkivat austro-hungareze. Në prag të luftra ballkanike, në prag të vitit 1912, kemi qenë popullsia më e madhe e Ballkanit. Tjetër se në komente janë ca kështu grekofon shqiptar dhe këta janë më të liqt për mua. Grekofonët shqiptar dhe malazezofonët shqiptar që kanë ndruar fe e Komës së Kohës së Fundit janë më të liqt për sa ju përket kësaj. Thoshin që shiko se këto janë shifra falso, se këto në përgjithësi ka pasur grek që ishin në perandorinë otomane, po njifeshin si turqë, jo njifeshin si grek. Madje kur i shkëmbeu ata turku u njohën për grek, nuk ishin se nuk njifeshin. Dhe Austro-Hungaria ka nxjerrë numrin e popullsisë, jo numrin e atyre që kishin shtetet. Dhe neve kemi qenë popullsia më e madhe. Për mend të kokës, për mungesë organizimi, e thash, nuk na mungon asnjë dhunti. Madje mund të them që jemi ndër popullsitë më agresive për sa i përket ambicjes. Po për mungesa organizimit, për mungesë të pasjes së një shteti, dhe shpeshherë na akuzojnë si jemi të pastë për të formuar shtet, neve kemi humbur shumë. Le të shpresojmë që kemi vënë mend. Kolonel, si gjithmonë një patriot i vërtet, unë ju falenderoj që ju me mua. Falenderoj shumë për këtë mundësi. Do kemi raste të tjera. Studime të tjera të tuat t'i vëmë në pa. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.